e kam dëgjuar shpesh këtë gjë. Gjëja e parë dhe themelore që duhet bërë është respektimi i vendimit të gjykatave. Dhe në një demokraci funksionale, gjykatat janë garanti themelor i funksionimit të shtetit, e mbi gjitha, funksionimit të lirive dhe drejtave të qytetarëve, me gjithë metat që kanë. Edhe atje korrupsioni abuzon me këto liri e drejta dhe e drejta vendimarrjes shitet blihet e kështu me radhë. Po them, parimisht gjykata është elementi kyç që duhet të rregullojë marrëdhënien tonë. Përndryshe, ku ta kërkoj të drejtën? Ku ta kërkoj të drejtën? Pra, në gjykimin tim duhet zbatuar vendimi i gjykatës. Ka kohë akoma për të zbatuar vendimin e gjykatës. Ka kohë akoma. Por edhe një herë. Edhe në këtë rast, unë dua shumë të besoj që ka prevaluar interesi i kryeqytetit. As interesi politik, as interesi elektoral, po interesi i qytetit. Interesi i shërbimeve etike të qytetit. Unë nuk e besoj këtu. Unë jam po mirë. Gjithkush është i lirë, gjithkush është i lirë të besoj ato që mendon. Unë dua të besoj pikërisht këtë gjë. Administrativisht, zgjidhet shumë thjesht, shumë kollaj. Edhe këtë gjë nuk do ta vendosja mbi vendimin e gjykatës. Ky është shteti që kemi ndërtuar. Dhe normalisht këtë gjë duhet ta respektojmë gjithë. Duhet ta respektojmë gjithë, nuk mund të ketë ca që e respektojnë, ca që për disa çështje respektojnë, për disa jo. Jo. Duhet të ketë një sjellje të njëtrajtshme, të qëndrueshme në raport me vendimet e gjykatave. Për më tepër gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Po flet me një deputet që është çdo ditë në terren dhe kupton nevojën e ndryshimit në funksion të shërbimeve publike për qytetarët. Unë nuk kam interes as të bëhem kryetar bashkie, sepse nuk plotësoj kriteret. Pra nuk kam interes as të bëhem kryetar bashkie, as të bëhem në një gjë tjetër. Ministrat mbaruan, u bën, udhëheqja e partisë u bë, udhëheqja e parlamentit u bë, etj. Flet një njeri pa interesa personale në këtë rast. Por që marrëdhënia me ata njerëzit atje për këto 4 vite e ka prioritare dhe prioritet edhe mbi të qenit në parlament e ku di unë tjerë më radhë. Po, parlamenti mund të jetë në funksion të atyre njerëzve. Pra, për mua, parlamenti është në funksion të asaj marrëdhënie prioritare me ata njerëz. Po, jo parlamenti i pari dhe ata njerëzit të dytët. Jo, nuk kam këtë prioritet. Pra, them këtë, po flet me një njeri që ka interes maksimal për shërbime publike për kundrejt atyre njerëzve. Prandaj unë besoj që këtu ka fituar kjo gjë. Është e dhimbshme kjo gjë, është e dhimbshme në marrëdhënie me Erionin. Patjetër. Koleg, ka qenë aty, ka bërë betejë me ne, që gjatë kohës opozitës, pastaj të pushtetit e kështu me radhë. Por thash, midis këtyre dy gjërave, këtij interesi dhe kësaj marrëdhënie, hyn në mes ajo që është institucionale. Dhe nga pikpamja institucionales, unë prevaloj nga zbatimi i vendimit të gjykatës.